Në një kohë krize ekonomike kur çmimet e naftës dhe të shportës bazë janë në rritje, kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako kërkon rritje pagash për stafin. Kjo çështje u shoqërua me debate të forta në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku opozita kundërshtoi hapjen duke e cilësuar të pajustifikuar dhe duke kritikuar rritjen e pagës së kryebashkiakes dhe aparatit të saj. Sipas saj, rritja duhet të vlejë për arsimtarët, stafet e kopshteve, policinë bashkiake dhe administratën e nivelit të ulët, por jo për drejtuesit, duke theksuar mungesën e përmirësimit në performancë. Paralelisht, jashtë godinës vijoi protesta e banorëve të prekur nga projekti TID, të mbështetur edhe nga banorë të Baksriollit. Gjatë mbledhjes, këshilltari demokrat Ardian Muka kërkoi që përfaqësues të banorëve të merrnin pjesë në diskutime, por kërkesa nuk u pranua. Kryetaria e Këshillit Bashkiak, Denisa Luarasi, deklaroi se përgjigjet do të publikohen online. Në mbledhje mori pjesë edhe Dritan Burgia, i përjashtuar nga PD, i cili pasaj u bashkua protestuesve së bashku me Ardian Mukën. Ndërkohë, u miratuar rialokimi i rreth 714 milion lekëve fonde rindërtimi për vitin 2026, mes shqetësimeve për vonesat. Nënkryetari Gentian Kallmi deklaroi se shpërndarja e banesave vijon dhe shumica e familjeve kanë marrë çelësat në spital.